E di që disa prej është duhet ta ndëgjojni këtë, por ju lutem, keni pak dorim me ne. Thjesht po përpiqemi të bëjmë më të mirën për vendin tonë. Për ne që na shihni si bankomat sa herë që kthena me pushime, për ne që mbajmë nalt emrin e Shqipënisë, për ne që kena një gjuhë mendje e një tjetër në shpirt. Për ne që hupim ditëlinje, dasma, festa, momente që nuk do të thehen kur më. Për ne që kur flasim me nënat tona i thojmë që gjithçka shkon mirë për mos t'i shqetësu. Prandaj, nëse nuk doni me na mbështet, të paktën keni pak dorim me ne, sepse Shqipnin që keni sot nuk ju ndërtu me ne mos zotëri. Ne thjesht po mundona ta përmirësojmë atë duke respektu ligjin dhe duke u ndërgjegjësu, duke filluar nga vetja pra. Dhe nëse dikush është kundër, jo sepse ka argumente, po thjesht është mësuar me kanë kundër për gjithçka, ju lutem na shpjegoni pse, arsyen. Dhe nëse argumenti është i fuqishëm, gjithsecili nga ne, jo vetëm që do t'ju dëgjoj, por do t'ju mbështesi deri sot këtë fuqi. E vetmja gjë pra që kërkojmë ne është thjesht dokumentoni, lexoni, informoni, pastaj gjykoni. Dhe durim. Keni pak durim. Rrov Shqipnia e shqiptarëve dhe mos harroni se jemi të gjithë në të njëjtën anije.